Mirë, jemi rikthyer në studio dhe në fakt Shqipëria mbetet e preferueshme nga shqiptarët, por edhe nga të huajt, edhe përgjatë stinës së dimrit. Aty ku një trend janë shtigjet turistike. Unë fola pak për një projekt të ri për të hapur një shteg në zonën e Dumres. Megjithatë, ne do të flasim lidhur me këtë tendencë, do të trajtojmë edhe aspektin e sigurisë patjetër, duke u munduar të japim këshilla. Këtë nuk e bëjmë dot vetëm, do na duhet patjetër turistike Beri Alla. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Tani, besoj ti je në kontakt përditshëm edhe e vë re këtë interesin e shtuar për shtigjet turistike. Pse mendon që janë duke u kthyer në një trend kaq të kërkuar? Atëherë, me zhvillimin e turizmit në Shqipëri, kanë qenë kryesisht të vitet e fundit, ka pas, domethënë, interesi në pjesën kulturore dhe atë të aventurës ose hecje edhe aktivitetet tjera. Okej, pra, eci aktivitetet të tjera, po do doja të pyesja këtu shqiptarët apo të huajt janë më shumë të interesuar për këtë lloj trendi turistik? Atëherë, kryesisht janë të huajt, sepse fillim kur banim ecje natyrë, thonin po pse do lodheni, do ecni 6-7 orë, do iknin mal. Se ne kemi qef në shqiptarët, shkojmë në i vend, të hamë një foto edhe kthehemi. Po nuk pyet njeri për interesin, historinë, traditat e kësaj zone. Dhe gjithmonë nuk kemi pas interes. Kurse tani ka ndryshuar gjërat, edhe ka pyetje për vendin, për historinë, për emrin e fshatit, nga vjen ose kështu, edhe ka ndryshuar. Dhe këtu do me thënë turizmi, kultura e turizmit ka hyrë edhe është në rrugën e duhur. Unë përmenda pak zonën e Dumres, po do doja patjetër ne të jepni edhe sugjerime, po për të ndalur tek Dumreja, çfarë bën kaq të veçantë? Atëherë, Dumreja është e vonshme e njohur, por është një nga zonat më të bukura që kemi. Unë e krahasoj me Toskanën e Italisë, me ato kodrinat, edhe sidomos tani këto vitet e fundit me plantacionet e ullinjve, sepse në këtë zonë ka shumë vaj ullirit, edhe pse njihen Berati që është shumë afër. Pastaj ka të liçenet që e bën të njohur. Po besoj që rruga është e thjeshtë për të shkuar deri aty. Është shumë e thjeshtë, është shumë e thjeshtë edhe është e asfaltuar. Rruga është shumë, edhe e bëjmë shpesh faktikisht kur kemi për të ikur për shembull nga Tirana në Berat. Nuk marrim rrugën nga Durrësi ose autostradën deri në Lushnjë, po e presim nga Elbasani, Cerriku, e dalim në zonën e Dumres thjesht për ndryshuar të parë diçka ndryshe, mos ta bëjmë 2 herë të njëjtën rrugë edhe preferohet me bicikleta, siç po e diskutonin pak më përpara se të nisnim intervistën. Për personat që përqenë aktivitetin, sidomos bicikletën, është një nga zonat më të mira për mua, sepse nuk ka shumë disnivel, ka ngjitje, zbritje, po është me vërtet edhe sidomos për liçenet, edhe peizazhi ndryshon, domethënë dhe ke goxha pamje. Po a ka një periudhë të caktuar kur është më mirë të vizitohet? Pastaj varet nga preferencat. Normalisht pranvera është e bukur, vera është vap faktikisht, po pranverë vjesht janë stinët perfekte për të vizituar. Ndërkohë që turizmi vijon me intensitet edhe përgjatë stinës së dimrit. Besoj kërkesat dhe interesi ka qenë i lartë, ndonë se jemi në dhjetor. Atëherë, për stinë e dimrit preferohen normalisht malet ose programe kulturore, si që quajmë, për vizita qytetesh ose dalje, përse për pjesën e dimrit për aktivitetet janë ecjet në përmale, por me snowshoeing ose shqip rrath bore. Okej, si janë këto rrathët e borës? Dua ta kuptoj, nuk e kam dëgjuar më herët. Atëherë, rrathët e borës më përpara ka pasur bërë me hardhi rushi. I banin formë rrethi, i shëndisnin, po ta themi shqip këtë formën, do me thënë, krijon një sipërfaqe më të madhe, vijej këpuca mbi këtë rreth edhe nuk zhyteshe në borë. Kjo ka qenë se interesant. Edhe kushtet tani janë moderne. Tani janë, le të themi, pajisje të cilat i merr të gatshme, po interesant është historia gjithmonë, nga diku nis. Mund gjeni sidomos në fshatrat e veriut, mos gabohem për të parë,
kam parë në Valbon, të një nga guesthouset që shkoj shpesh, dhe ishte shumë interesante, se dija që vinte nga kjo emër, sepse ishte formë me rrethi, e ndihmon mos zhytje në... Dhe këtë do ta kemë parasysh të gjithë ata që vizitojnë zona ku ka borë, zona malore. Nuk është futur shumë faktikisht hecjet me radhbore Shqipëri. Është shumë e vonshme. Po unë kam vite që e bëjmë, për normalisht duke punu me tregun e jashtëm, jemi adaptuar, përshtatur, dhe kemi çdo vit grupe që i bëjmë kryesisht në zonën e Veriut. Dhe ajo është, le themi, në krye të listës gjatë kësaj periudhe të vitit. Po çfarë duhet kemi parasysh kur vizitojmë zonat e Veriut? Atëherë, zonat e Veriut. Dhe këtu bëhet serioz Beri, se mendoj ka ndodhur problematika të shumta. Jo, për fat nuk kemi pas aksidente, thjesht duhet studiosh mirë kohën para estetikësh, nga stuhit. Më ka ndodhur njëherë në Korab, kam qenë me grup të huaj, e na zuri një stuhi pa dalë në majën e Korabit, kështu që u detyruam të ktheheshim. Nuk vazhdo. Jo, sepse ishte risku, ishte shumë i madh. Okej. Edhe pastaj rrisje normalisht nga ortegjet, nga varet mali. Mali duhet ta njohësh para se të shkosh, edhe asnjëherë nuk duhet të jesh vetëm. Pra, është gjithmonë e rekomandueshme që ti të kesh një guid aq më tepër nëse guida është lokale nga zona. Sigurisht, ai e njeh më mirë, domethënë, ai i zonës. Dhe duke e njohur më mirë, mund ta orientojë turistin. Ne kemi parë dhe kemi diskutuar edhe më herët, në fakt që ka pasur raste të incidenteve, të aksidenteve të shkaktuara nga... Ka shtigje që nuk lejohen. Ti përmendim pak se ndoshta është dikush që po bën aty plan për fundjavën. Ndër shtigjet që është i pakalueshëm është Valbontheth. Okej. Është i pakalueshëm, pastaj varet nga nëse duam të bëjmë kalime, se këto janë më të rrezikshmet, sidomos qafat e thepisura. Pastaj ka ecje në përmale që bëhen, po thjesht duhet ta njohësh mirë shtegun, sepse me praninë e Borës nuk kemi shteg. Me praninë e Borës nuk kemi shteg dhe kemi përrenjë që janë të mbuluar nga Bora, pastaj bijem branda ose mund të kesh aksidente shumë e thjeshtë. Që të bëjmë një ndarje, se ka turist që duan thjesht të bëjnë ecje, të eksplorojnë zona të reja, por pa rrezikuar shumë, ka nga ata që i pëlqen aventura, që i pëlqen edhe kur ulen aty pas gjithë eksplorimit, duke pirë një çaj të ngrohtë, të tregojnë, po si më ndodhi ajo ashtu, po ishte një moment i rrezikshëm. Çfarë mund të sugjerojmë për secilin? Pra, çfarë të vizitoj një turist i cili preferon një natyrë të qetë, eksplorueshme lehtësisht që s'ka rreziqe, dhe aventurierit më tej? Atëherë, unë isha, javën e kaluar, mos gabohem, isha 2-3 ditë në Lëpush për ecje. Një vend i vogël, fshat i vogël, po aty i ke mundësit edhe të pjesa adrenalinës, të marrësh rrezikun, por ke dhe ecje që janë të lehta dhe asnjë lloj rreziku, sepse aty ka disa maja malesh, po normalisht se kush ka vështirësinë e vet. Unë bëra një gabim. Gabim? Gabim, ta theme, sepse mali... Zakonisht njerëzit nuk i tregojnë gabime, po unë të vlerësoj shumë për faktin që i gatshëm ta thuash. E mora çik me dembelizëm, sepse ditën e parë bëra një nga majat, majën e Berisdolit, pastaj ditën e dytë e mora me dembelizëm, edhe jam nisë për majën e Vajushës, që është një nga gjendet e bjeshkët e Nemuna, ka super pamje. Unë kam parë pamjen, edhe është realisht... Edhe mendova, nga që unë nisa vonë, një pajqerek, unë nisa nga fshati, thash dhe iki quhet një vend dirë të posta, që është një tip sheshi ke pamje, po pastaj, kur i aty, do akoma më shumë. Kjo në shtyr neve, se e shkon me i qaf, do dhe i qaf tjetër, sepse do të shofësh që ka mbrapa. Gjithmonë ai kurioziteti natyrës njerëzore. Arrita djeri në majën e Vajushës, po problemi ishte tani sepse dita i kanë shpejt. Është ditë e shkurtër,
Edhe pjesën e fundit, zonën e pyllit, para se me zbrit fshat, e kam bërë natën. Natën, po nuk është e rrezikshme kjo? Cilat janë disa, a u përballe me ndonjë rrezik, apo thjesht ishte me fat? Atëherë, shiko, sepse bësh, nata është natë, ne kemi ditën, nata s'është e jona. Edhe një incident, ka zone që s'mbulohen nga operatorët, edhe nuk këshillohet asnjëherë. Pra me këtë, Beri po ju thotë që edhe pse... Qëpse do bësh ecjen, nisu herët, organizo ditën. Nisu herët, ja kështu si të zgjohemi ne çdo mëngjes, që të mund t'i paraprish çdo incidenti që mund të ndodh natën, nëse ti do duhet të vazhdosh rrugën, që nuk është patjetër e sigurt. Nga ana tjetër, cila është, le të themi, përvoja më e bukur në një shteg natyror? Edhe për ty personalisht, po ndoshta edhe ka komentet që të japin. Atëherë, i kam mbyll 12 vite, 12 sezone, edhe ndonjëherë edhe pse ti bën një shteg, ai mbetet gjithmonë i bukur. Ka rasti, sepse nuk e di pse mora shembull Lëpushën, po brenda një viti kam qenë 11 herë në Lëpush. 11 herë në Lëpush? Në Lëpush. Me dëshirë apo prej punës? Atëherë, kam qenë dhe prej punës, por edhe me dëshirë. Edhe Lëpushën e vizitoj, do me thënë, në çdo sezon. Është një nga ato... Pastaj se po flas, po bëj shumë publicitet Lëpushës, po gjithë veriu është i bukur. Pjesa e maleve të veriut, kanë ato, jo se janë keq malet e jugut, edhe malet e jugut, ndoshta më i veçanti për mua, është Mali i Çikës. Mali i Çikës. Çikës. Ose Maja Qore, sepse... Se ndoshta mund ta bëjmë një krahasim mes terreneve. Pra, në jug dhe në veri, çfarë ndryshon tek terreni i secilës? Atëherë, çdo kush ka atë vështirësinë e vet, varet nga mali, ndryshon, sepse nëse marrim pjesën e Çikës, është shumë e gjatë në kilometra. Edhe në pjesën e dimrit është me vërtet e rrezikshme, sepse gjithë kreshta është me borë, edhe këtu duhet t'jesh i pajisur mirë, me kthetrat, me kazmën. Incidentet më të shumta nga cilat arsye ndodhin? Nga mos ekipimi, mos t'jesh i përgatitur. Ose neglizhenca. Është dhe neglizhenca. Nuk mund t'a bësh një kresht mali, ndërkohë që mund t'jetë e ngrirë, thjesht me ecje, me kucecje. Shojmë disa pamje tani, këtu kemi? Kjo ishte në Lëpush. Në Lëpush. Kjo është tegu për në Berishdol. Këto janë stanet e Berishdolit. Shqipton pa ky fakti që s'ka nisur akoma bora? Jo, ka borë. Ka borë? Ande është plot. Ande është plot, edhe ra prapë. Djes? Jo, janë tani, para jave fotot. Ka zbarë bora, në Lëpush jemi të gjitha këto pamje që po shojmë. Po, kjo është Vajusha, fotot e para ishin të Berishdolit. Sa metra lartësi? Atëherë, fshati është ke 1300, kurse Vajusha është ke 2060 metra afërsisht, kurse Berishdoli thuajse 2000 metra, se është 1990 metra. E nisëm pra me Dumren dhe Liçenet për të përfunduar me Lëpushën dhe ndoshta edhe me sugjerimet të tjera. Çfarë do t'i rekomandoje secilit në këtë periudhë? Ku të shkojnë? Atëherë, kemi fatin që rrugët janë të hapura, nuk kemi pas problem me bllokim rrugësh, edhe ku ka pasur rreshje intensive është angazhuar me bërë pastruese, është bërë e mundur kalimi, gjithmonë kujdesi duhet, ka vende pa fund. Ka vende pa fund edhe... E bëjmë kështu, Beri, një në veri, një në jug. Atëherë, në veri, në qoftë se duam thjesht shijoj malet, pamjen, është Valbona. Sepse është më e hapur si Lugin, edhe ke malet që njihet si cercle blanc, i themi ne, rrethi bardhë. Dhe sa ko mendojnë që është mjaftueshëm për t'i parë të gjitha atraksionet që ofron natyra aty? Për mua minimalja 2 ditë. 2 ditë duhen, kështu që... Minimalja, një fundjavë, sepse një ditë mund të qëndrosh thjesht në fshat. Një ditë mund të bësh se ke ecje të ndryshme edhe të vogla, do me thëmë pa mundim fizik, ka opsione pa fundë. Gjithmonë me një guid në zonat të tilla, nëse ke në plan të eksplorosh.
pastaj thjesht vizitë fshati nuk është e nevojshme. Po për jugun? Jugun. Atëherë unë një nga vendet që nuk lodhem, edhe pse është e lodhshme ose ka qenë e lodhshme, është pjesa e juglindjes, Korç, Ersek, Përmet, Këlqyr, pastaj mund t'i këshon të Pelen, Gjirokastër. Edhe viziton disa vende një herë azi. Rruga është e bukur, rruga është e asfaltuar, pamjet janë. Leskovikun, Vjosën, Banjën, Përmeti. Tani, çfarë ndodh me çmimet në këtë sezon? Atëherë, varet. Në qoftë se jemi në turizmin, në pjesën e dimrit, do me thënë, normalisht, këto shtëpizat e drurit, normalisht çmimi rritet, sepse ndoshta nuk e kanë të njëjtën kërkesë, siç mund të jetë përgjatë sezonit veror. Po ajo çfarë mund të bëjnë, besoj, edhe këtu janë të pakta ata që ndoshta mund të dakordsohen në këto temperatura, është të marrin atë çadrën e kamping. E praktikojnë? Ka. E sugjeron ti si guid? Varet ku. Okej, kështu që duhet kemi parasysh zonën. Sepse mali, i ftohti, gjithmonë duhet jesh në një vend që edhe po të ndodhi diçka, mund të kesh mundësinë të kërkosh ndihmë ose minimalja të kesh mundësi të bësh një telefonat. Siguria mbi gjithçka tjetër. Beri, të falenderoj për bisedën, për këshillat, për sugjerimet.